Dhe një besimtarit tim mjafton mbështetja tek Zoti, kështu që në momentin që je i bindur që je në rrugën e drejtë, edhe je i bindur që e ke mbështetjen e Zotit, atëherë këto tjerat janë plusa. Në politikë kryesisht është një fakt që të përcjell në vazhdimsi, gjithmonë njerëz thjesht që i ke mas afër fillojnë me t'u largu, ta kështë e thonë, po e pritin. Unë jam besimtar dhe mundohem me qenë praktikues, dhe një besimtarit tim mjafton mbështetja tek Zoti, kështu që në momentin që je i bindur që je në rrugën e drejtë, edhe je i bindur që e ke mbështetjen e Zotit, atëherë këto tjerat janë plusa të cilat i shet gjatë jetës, por nuk janë faktorë që përcaktojnë dëshpërim apo në qëllimin e aktivitetit ose të angazhimit. Nuk është që i vrejt shumë, nuk merrem shumë me këto. Natyrisht që në politikë kryesisht është një fakt që të përcjell në vazhdimsi, gjithmonë njerëz thjesht që i ke mas afër fillojnë me t'u largu në vazhdimsi, kështu, por që tash e kemi mësuar këtë farë praktikë edhe jemi në rregull, do të me hecë edhe veç me i pa kush do me të ndjek, ata që herë vinë, herë shkojnë. Po vjen që nuk zgënjesh prej tyre që veç iken pastaj? Jo. Asnjëherë, nuk janë absolutisht faktorë që të ndikojnë veprimin tënd. As pak? A ke ndjen ndonjëherë kështu boshllëk prej po bashkë më ndje bashkë kur s'ke pas njerëz të afërt për rreth? Apo jo, më vjen keq në disa çështje, në disa tema që i shoh që nuk janë në anën e duhur. Më vjen keq për ata, por që për mua është gjendje e njëjtë edhe emocionale, edhe s'kam ndonjë problem, ndonjë ndjesi. Për shkak që kontributi edhe qëllimi i angazhimit tam, konceptimin e jetës ka kuptim në raport vertikal, jo horizontal. A je kështu tipi ndjeshëm me mana jo? Për në i lidhe shumë për njerëz, ose po, je ma emocional kështu? Apo je i ftoft neutral kështu që shpo reflekton sot? Vlerësimet jem paka shumë sikur ky i fundit i joti për mu, kështu që si person pak i ftoft, por që veprimet i marrë në varësisht nëse dikush ka nevojë për ndihmën tem, ne jem prej njerëzve që intervenojmë më shpejt se secili, mirë po nuk është që e marr në aspektin e ndjeshmërisë, për shkak që unë veprimet i shoh se diçka të cilat janë përcaktuar me ndodh, po masnej mbetet çështja e jona, veprimi ndaj atyre të cilat ndodhin. Edhe na jemi përgjegjës për ato veprimet pas asaj që kanë ndodhur, kështu që si patë emocion, si nuk patë nuk e ndryshon gjendjen. Kështu më mirë është me rujt qetësinë edhe stabilitetin, çfarë do lloj problemi zgjedh shumë më lehtë edhe shumë më mirë se sa kur fillon e merr me emocion, shqetësohesh, ngarkohesh edhe kështu. Ma për zemër, shumë ma vështirë është, kështu që jetë se sa që unë as do një me ftoft.